Paga minimale do të rritet në janar në 425 euro e në korrik do të jetë 500 euro sipas vendimit të së premtes të qeverisë të detyrë. Por kryetari i sindikatës së punëtorëve të sektorit privat Jusuf Azemi thotë se as rroga minimale aktuale prej 350 euro në disa kompani nuk respektohet. Këtu është vetëm kompanitë që paguhen nga buxheti i Kosovës, e cila ishte dashur që t'jetë krejt e kundërta, që këto t'jenë prioritet sepse paguhen nga buxheti i Kosovës. Por tek ne po ndodh e kundërta. Sado që tek kompanitë private direkt që në kryen shërbime pensione shtetërore nuk e kemi këtë problem e kemi tek kompanitë që kryen shërbime pensione shtetërore. Për vendimin e ri Azemi paralajmëron se sapo të vërej se dikush nuk po e respekton, do t'i drejtohet inspektoratit të punës. Andaj çdo kompani e cila nuk do ta në farë forme implementoj, normal që adresa jone e parë është inspektorati i punës. Në raportin e këtij institucioni për vitet 2023-2024 nuk përmendet asnjë rast i trajtuar për pagesë nën pagë minimale. Sipas ministrit në detyrë të financave Kuran Murati, rreth 150.000 punëtorë të sektorit privat pritet të përfitojnë nga rritja e pagës minimale.